Selamu alejkum, thot me çka argumentohet se pas namazit të salatu vitrit ka namaz nafile? Kush ka thonë se ka namaz nafile? Ha? Njëri më thot ti, po e vërtet. Lejo të ndërshëm transmeton Umu Seleme, e cila tregon dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal direqat namaz pas vitrit, derisa disa dietar e konsiderojnë një sunet i vdekur i pejgamberit Allahut. Edhe pse hadithet e përgjithshme janë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam le të jetë namazi i fundit i natës namazi vitr. Çka do të thonë namazi vitr? Namazi tek. Le të jetë namazi i fundit i natës namazi vitr. Çka do të thonë vitr? Namazi tek. Transmetoni në Muslimi sahihun e tij. Nga Abdullah ibn Umar vjen një njeri, ja ban gjitë pejgamberi Allahu dhe e pyet, thot ja Rasulullah, si bëhet namazi natës? Thot 2 nga 2. Namazi natës 2 nga 2. Pra çdo direqat ma e preferuar është me dhon selam për namazin e natës. Tha 2 nga 2, tha nëse frigër se po del sabah, tha autir bi wahide, atëre bane tek 1. Bane tek 1. Fjala vitër do të thot tek. Për ata ka në hadith, inna Allah e vitër, yuhibbul vitër. Allahu atek dhe e don tekun. Allahu atek. Fillon nota me tek dhe mbaron nota me tek. Fillon nota me tek me 3 reqat akşamit, mbaron me tek me vitër. Për ata kanë thonë, vitri ma i plot 3 reqat. Vitri i përtaceve është 1 reqat. Viti i përtaceve është 1 reqat. A ban 1 reqat? Ban. Me gjitha ta ma e plot, vitri është 3, për 3, 5, apo 7, apo 9, apo 11. Si shka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahu transmeton Aisha, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, pejgamberi Allahu t'i falte ka sa? Ka 11 reqat, gjatë natës. Dhe nëse i kalonte e zinte gjumi, do një natë pejgamberin Allahut e baj ke kaza vitrin ditën. Që shë ban vitrin kaza ditën, tha e ban të kaza vitrin namazin e natës qift. I falte 12 reqat. Pra jashton të 1 reqat. Për shka? Për shka këse a namazin ditës. E ban të kaza dhe kjo të tim, është me e gjonë me sulemove, se kur bëhet vitri kaza, a lejohet me bon kaza, as lejohet dhe kështu me ratë. Pra pejgamberi Allahut, kur i kalon të namazin natës e zin të gjumi, para drejt ke i falte 12 reqat hadithi vërtet. Pra ledhë të ndërshëm, a ka nafile mas vitrit? Thash, namazi fundit, nëse të mundsohet, leje namazi vitrit. Mirë po. Në Ramazan si që bojnë. A ban mi fal 2 vitra? Jo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet që t'i bojnë 2 vitra me 1 natë. 2 namaza tek, s'lejohet falen me 1 natë. E kuptu. Çka me bon tash? Po kam qef me qëndru me imamin. A ban unë e ti fali, taravit me imamin, e pas taj vitrin mos ta fali, ku qkojnë shpit baj namaz vullnetare na file, e pas taj në fund ta fali vitrin. A ban? Ban. Mirë po. A ban pjesë në atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kush qëndron me imamin deri në fund, kush qëndron me imamin deri në fund, e ka sevapin sikur mu fal të natën. Ka thonë djetartë jo. Ai që nuk qëndron me imamin, me falë dhe vitrin, nuk ka qëndru me imamin deri në fund. Pra si t'ja bojmë? Nëse donë si t'ja bojmë, atëre ka disgjidhje. Zgjidhja e parë. E falë vitrin me imamin, dhe kja mendimi Shekh bin Bazit. Dhe kur t'i jape selam imamin vitër në 3, t'i quesh në kam, e falë dhe 1 reqat. Sa i ban? 4. Pra i ban qift. E pasta i ban namaz natë sa të duash dhe në fund e fal vitrin. Pse e fal vitrin prap? Pse se ke fal vitrin? Pra s'ke bon tek namaz. E namazi tek letjet i fundit apo i para fundit, nëse mormi hadithin e Umu Selemes se pejgamberi Allahut direqat namaz mas vitrit nafile i ka fal. Edhe pse disa dietar thojnë Umu Seleme këtë hadith që e transmeton
është për qëllim njani prej dy namazve, ose sunetet e sabaut, ose qelsi namazit, ose direqat e abdestit. Pra pejgamberi Allahut, me gjitha ta, une i ka koj mendimit se direqat nafile, pejgamberi Allahut i ka bo mas vitrit, dhe nuk janë këto namazi as qelsi namazit të notës, e as sunetet e abdesit, e as sunetet e sabaut, po janë nafile. Me tregu për mendimin e ditë që bajnë taravi. Pra nëse nuk e vazhdon, nuk i ban 4, mund të jip selam me imamin, pra e falë vitrin. Shkon në shtëpi, të kujtohet me falë nafile. Falë nafile sa të duash dhe nuk e përsërit vitrin. Argument, hadithi Ummu Selemes i pari, që pejgamberi Allahut ka bo namaz nafile mas vitrit direqat. Pra nuk ka që thonë me se ndalohet ma shumë se direqat. Pra mund me falë dhe ma shumë se direqat, ama vitrin mo nuk e përsërit. 2. Transmeton Ibn Abasi, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka falë 13 reqat gjatë natës. Bashkimin e hadithit të Ibn Abbas me hadithin e Aishës 11 reqat kanë thonë dietar, që pejgamberi Allahut i ka falë ka 11 reqat, mirë po këto direqat që janë bo 13, janë direqat mas vitrit. Para ta disa dietar e konsiderojnë bile sunet. Me i falë direqat mas vitrit. Bile, disa nga dietar e konsiderojnë sunet i vdekur. Ndërsa njoni prej neve thot, çka thuni mendim që e kam nise nëse e falë vitrin me imamin? Shkon në shtëpi të na du mu falë namaz note. Atëherë ngritësh e falë një herë një reqat në veti, pse? Që janë gjese vitrit që e ka falë. Ta boje qift, pas ta i falë namaz, na file, edhe në fund, ka në falë? E falë vitrin. Kja është mendimi Ishakut, që anon në këtë mendim Sheikh Albani, rahimahullah, dhe unë pa ta thonë me një zaman fillim, kur ishmi të vogli, ala të vogli jemi në aspektin e dituris dhe kishmi këtë mendim se qa që dishmi. Pra e pasojshmi Sheikh Albanin që thonë të banë kështu, me gjitha ta, shumica e djetarve e ndalojnë këtë formë. Pse? Për çkak se thot gjumi apo dalja nga xhamiës nuk konsiderohet ngjitje e namazit vitrit. A dole për xhamiës? Si për shembull njëri gabon. Në vend se me falë drekën 4 reqat e falë 3 edhe shkon, ku shkon të puna i kujtojt bara unë i pas da falë 3, shka të banjë ti? Na i thojnë përsërit e drekën. A mu konë që ashtë në xhami, i ka falë 2 apo 3 reqat drekën, shkon që gje ullet, banë muhabet me shok, ku ti thojnë, o ti filan, po 3 mëra i falë, jo 2, jo 3, jo 2, jo 3, thot 3, bindët e 3, qka duhet me bon, atëherë ngritët e falë veç një reqat. Për ata dietar ka thonë, përderisa nuk prishet avdesi, apo nuk del pi vendit ku i falë, pi xhamiës, ki të drejta që ta plotësojsh dhe se visesh dhe në fund. Mirë po, nëse të prishet avdesi, apo del pri xhamiës dhe i ki falë 2 apo 3 reqat, duhet ta përsërit shkejt namaz. Allahu, 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 Allah, Allahu.